Komandanti i komandës udhëheqëse për misionet të Bundeswehrit Gjerman, General-Leutnant Erich Pfeffer, i ka dorëzuar komandën për kontingentin gjerman të KFOR-it nga kolonel Hans-Jürgen Freyer von Geiserling të kolonel Siegfried Zayer. Për kolonelin Hans-Jürgen Freyer von Geiserling përfundon misionin e tretë në Kosovë pas shërbimit të tij në vitin 2004-2014. Ndërsa koloneli Zayer kthehet në pozitën e njëjtë që kishte kryer në periudhën kohore tetor 2014 shkurt 2015. Since 1999, the Bundeswehr has been actively involved in the Kosovo Force mission. KFOR is meanwhile the longest Bundeswehr mission ever. Rreth 650 ushtarë gjerman që shërbejnë aktualisht në kuadër të KFOR-it japin kontributin e tyre në ndërtimin e një ambienti multietnik, paqësor, ligjor dhe demokratik në Kosovë, duke e siguruar atë ushtarakisht krahas forcave ushtarake gjermane të vendosura në Prizren. Edhe në shtabin e përgjithshëm të KFOR-it në Prishtinë, ushtarët gjerman kontribuojnë me kompanitë e tyre vepruese. Komandanti i komandës udhëheqëse për misionet të Bundeswehrit Gjerman, General-Leutnant Erich Pfeffer, theksoi rëndësinë e misionit të KFOR-it nga pikpamja e udhëheqësjes së Bundeswehrit. Edhe në të ardhmen do të varet nga ajo se ne do të vazhdojmë gjendjen me një vëmendje të shtuar, sidomos atë në veriun e Kosovës. Ne duhet të jemi gjithnjë të përgatitur që të veprojmë në formë udhëheqëse dhe përkrahase nëse bëhet fjalë për ruajtjen e sigurisë në përgjithësi dhe për lëvizjen e lirë për organizatat ndërkombëtare të pranishme në Kosovë, e në veçanti komandanti në largimi kontingjentit gjerman të KFOR-it shtoi dhe me këtë rast se duhet të ecet dhe një copë rrugë gjatë së cilës përkraja KFOR-it, por edhe organizatave tjere ndërkombëtare në Kosovë është e mirë së ardhur dhe e nevojshme, ka vlerësuar kolonel Freyer Quisling para ushtarëve të rreshtuar dhe mysafirëve të pranishëm. Alleine schon deswegen, weil ich hier erleben durfte, welche leistungsstarken und menschlich integren Soldatinnen und Soldaten ich führen durfte. Ndërkaq kontingjenti i gjerman i KFOR-it është punëdhënës për 300 punëtor vendor dhe komandanti në largim i kontingjentit gjerman të KFOR-it von Quisling i ka falendëruar ata përzemërsisht. Ju falenderoj për punën e bërë këtu dhe për atë që çdo 4 muaj ndihmoni gjithnjë me ovin e njëjtë ushtarak dhe të rinjë të ardhur në Kosovë, në të cilën kryeni detyrat në kampin fushor në Prizren. Në 17 vitet e kaluara ju jeni bërë pjesë e familjes së KFOR-it. Kolonel Freyer Quisling u largua nga misioni i KFOR-it me misionin i cili edhe ka marrë zemrën dhe me fjalët: mirupafshim Kosovë, mirupafshim Prizren.